ju si profesionist po konstatoni që fëmia nuk bën një lojë normale dhe fëmia bën një lëvizje të makinës në mënyrë të përsëritur ose mund të shikojë vetëm rrotat. Cili është shqetësimi juaj si profesionist dhe ku konstaton ky shqetësimi juaj? Të kuptova, po, e drejt pyetja. Në qoftë se fëmia luan në mënyrë të përsëritur, e theksoj në mënyrë të përsëritur, me këtë makinën duke lëvizur vetëm rrotat, pra nuk futet lodra në funksionin e saj, por kemi vetëm lëvizje të përsëritur. Kjo përsëritja e tham tregon atë mungesën e trurit të aftësisë më saktë për të zhvendosur mendimin më tej, që kjo makina në fund të fundit është makinë. Pra, si kognicion nuk jemi aty ku duhet, por mos vazhduar në një fazë pak më të rritur të fëmijës tek pjesa e lojës simbolike dhe imagjinare, ku makinën e ngarkojmë me zhavor, e kështu me radhë, pasi loja imagjinare në fundit ka një subjekt brenda që do të thotë ka një marrëdhënie, është mënyra se si shikojmë tjetrin në lojë, se si e përfshim në lojë, si përfshihemi ne në shoqëri nëpërmjet lojës, sepse loja është një imitim i asaj se çfarë ndodh në shoqëri. Kështu që ngecja në një lojë të përsëritur për një kohë të gjatë është problematike në kuptimin që tregova. Do të thotë edhe nëse fushat e tjera të zhvillimit janë të përshtatshme bazuar në moshën e fëmijës, nëse kemi një lojë jo funksionale dhe shenjat që ju përmendët, do të thotë që kemi diçka për të shqetësuar dhe duhet një kemi ndoshta kemi një shenjë që na tregon që diçka ndryshe po ndodh në zhvillimin e fëmijës dhe kjo duhet vlerësuar. Dhe nuk duhet neglizhuar. Absolutisht jo.